Sot të dashur miq, ka marrë rrugë për në Kosovën e Madhe. Nuk e di ku është, por ja, deri të na dalin tabela, unë do të ndjek këtë rrugë. Ja, madje këtu qenë ka Kosova e vogël. Tani do të shkojmë te Kosova e Madhe një herë, pastaj edhe te Kosova e vogël. Në të djathtën në të majt, Kosova e Madhe. Tani po futem në fshat dhe nëse gjej dikë të pyes se nga e mori emrin dhe çfarë mund të më thonë për këtë fshat. Si e ka marrë emrin Kosova e Madhe dhe Kosova e vogël? Atë që ju keni dëgjuar nga të vjetrit, nga... Po prave, jonë ishi nga Veriu, nga Kosova, këmërësësh. Vërtet? Se u quajt Kosova e Madhe dhe pse e vogla? Dy fiset, ka qenë Mejgjët e Pepët me i ven këtu, dhe ata vajtën aty poshtë, aty lartë. Do me thënë familja juaj është Pepa, më thata, po? Po, Pepa, edhe unë Pepa. Po. E ajo familja, edhe familja tjetër të Kosova vogël janë... Nezha ata. Nezha, ha? Po, ata e Nezha. Po. Këta kanë ardhë rreth 250-200 vjetë të para. A ka pas emër tjetër ky fshat, apo që nga fillimi prej kur ju e dini quhet Kosova e Madhe? Unë di për sa kanë ardhë ata tanë. Do me thënë prej para 250 vjetësh, apo jo? Po. Do me thënë në kohën e Turqis dikun jam shpërngull këtej, ja? Po. Atje në Kosovë, e dini prej cilit vend saktësisht keni qenë? Kemi dy lëvizje, nga Peja, pastaj në Zerqan të Peshopis, pastaj këtu. Aha, po. Resmi, ha? Resmi Pepa. Falenderoj shumë e gjithë mirat për ju. Jo, kjo është ka shumë memorie. Po. Ike Pepa. Jeni nga kjo familja që po konsiderohet e ka themeluar këtë fshat, ha? Po. S'ka problem, po. Dhe ne jemi në Kosovën e Madhe. Po, do doja dija më shumë për Kosovën e Madhe, çka si jetohet këtu? Kosova e Madhe para si prishësh kalojnë demokraci. Ishte ferm bujqësore. Edhe me që gjithmonë kultivimin gjithë kulturët e bujqësisë, edhe perimet. Bashkën këtu. Unë personalisht kam punu për perimet. E çka prodhohet këtu? Nga të gjitha prodhohet. Të gjitha? Nga të gjitha, vetëm po s'mbolla. E pash kishte ullishte shumë. Ullishte ka pa mas. Ka shumë prodhim. Po kishte edhe fruta nga gjitha llojet. Po, shej, ka ftoj, ka dardha, ka moll, ka hurma, ka zinxife, ka nga gjitha. Si i thoni ju hurmave? Ne hurma e thon, po zona tjera e thon kaki. Kaki. Edhe zinxife, ne e thon zinxife, ata i thon hide. Zona tjera, ne e thon. Ata janë rroshi, ka shumë. Nga gjitha. Po. Interesant Kosova e Madhe. Ne marrëm pak informacion për lëvizjet që kanë bërë të parë, lëvizjet, gjyshi burrit tim kur ka bërë lëvizjet nuk ka qenë nga këtu. Kanë ardhur, pastaj brez mas brezi fillon që mësuan se na kishin ardhur neve me të thëna që kanë ardhur nga lart, nuk janë nga këtu. Po brezat që janë këtu janë rritur, burri im ka rritur. Po mirë, banorët që jetojnë këtu, si quajnë? Quajnë Kosovar apo si? Po, Kosovar. Kosovari quajnë, a? Kosovar. Keni qenë ju me Kosovë? Po, kam qenë. Ka pëlqyer, a? 2016 kam kaluar. Hyn nga Kuksi. Edhe ato fshatet e Kosovës kaluan dhe dulën Valbon. Atë televizje bë. Po, bukur Kosova. Por do vini sërish, a? Normal. Dhe që më ka pëlqyer shumë se nuk ka kufizim, ke shtëpia, ke banesat, nuk ka kufizim. Kurse këtu s'ka këtu me avllime kështu, atje s'ka kështu kufizim. Nuk kanë porta me kyçner. Kurse këtu ka porta. Po, mirë po, fshati duket shumë i qetë. Nuk ka lëvizje, s'ka fëmijë, ka nekur fëmijë. Po. Ne unë kam 3 fëmijë, unë burrë groja janë tani. Ka nekur fëmijë. Gotën e kam marrë, dy çuna i Goslan. S'ka me të dy jemi. Unë të falenderoj shumë. Gjithë mirë respekte. Sa janë të të veri rruga... Ishte knaqësi që ju njoha, edhe për pritjen edhe për të gjitha. Kemi në tradit. Faleminderit shumë.
Vazhdoj për në Kosovën e vogël, por ja u lishte. Vend shumë i bukur. Kosova e vogël, shkon me Lushnjën apo me Lushnja? Dhe aq sa ju dini nga të parët tuaj, pse ka emrin Kosova e vogël? Kosovë ka qenë emri në të parë me fjalë Kosovë e vogël, dhe ku ka lind babi, gjyshi. Do me thënë gjithmonë e ka pas emrin Kosova e vogël. Unë jam 24 vjeç. Po? Deri sot Nuk ka pas emër tjetër, ëh? Jo, nëna ka plushja atë, Kosovën e Madhe ka Elbasani. Po mirë, banorët këtu prej nga kanë ardhur? Ca ka qenë venda linj, ca kanë ardhur në vend të Çdo ndryshëm. vend, qytet, fshatra, ca të ardhur. Po dhe interesante si emër me Republikën e Kosovës. A ka ndonjë lidhje ky vend? S'kemi bërë kujtë se ti. Por dikush më tha se mund t'jetë quajt Kasole, pastaj jo e vogël, jo e madhe. Nuk e di. Ju falenderoj shumë, gjithë mirat. Ja, Kosova e madhe. Sa të dua sheh, pulli, të gjitha frutat e